A e dini se videolojnat bojnë ma të mëshëm? Gëgja e vështirë me besu, mirë po lojnat elektronike munden më ndihmon zhvillimin edhe përmirësimin e shumë shkatësive. Një review nga American Psychologist tregon që videolojrat, madje edhe ato me përmbajtje të rrezikshme, munden me përmirësu shumë shkatësi, si orientimi hapësinor, vëmendjen selektive, kujtesën vizuale edhe vendimarrjen në kohë të shpejtë. Këto aftësi janë kyçe për shkenca si teknologjia edhe inxhinieria. Një studim tjetër tregon që ata që luajnë lojra strategjike si RPG kanë përmirësime në zgjidhjen e problemeve edhe nota më të mira në shkollë pas një viti. Fëmijët që luajnë lojra elektronike, madje edhe të dhënshme, janë më kreativ se sa ata që përdorin telefona apo kompjuter për qëllime tjera. Lojra të thjeshta si Angry Bird ndihmojnë në rregullimin emocional edhe reduktimin e ankthit, duke përmirësuar gjendjen emocionale. E çka për aspektin social? Më shumë se 70% e lojtarëve luajnë me njerëz të njëjtë, e shpesh në lojna të përbashkëta si Minecraft ose World of Warcraft. To janë mjedise ku zhvillohet bashkëbisedimi, udhëheqja edhe besimi i grupit. Ky studim thotë qartë se është e rëndësishme me pas qasje të balancume ndaj videolojrave, sepse ka rreziqe si varësia apo agresioni, po ka edhe përfitime të mëdha që s'duhen me u injoru. E ti, a ke ndjenë ndonjëherë që lojnat të kanë ndihmu me u fokusu, me u qetësu apo me bashkëpunu ma mirë? Kallëzom komente edhe bëja follow Urban FM, 103.5 në YouTube edhe në krejt platformat tjera.